Dasma shqiptare 2017 paraqet. Mirëmbrëma. Unë kam lindur dhe jam rritur në një fshat e vogël, ku puna e krahut është vetmja mënyrë për të bërë ca lek e për të shtyr muajin. E nëna ime, ajo ishte e vetme, nuk ishte as vlezër dhe as motra, e për këtë arsye unë nuk isha as daj dhe as teze, e nuk isha kur të shkoja, e nuk isha as kënd që të më ndihmonte. Por në fshat, njerëzit e gjejnë një mënyrë për të krijuar lidhje që zëvendësojnë familjarët, e ne kishim një komshije që ishte shumë e afërt me nënën time. Ajo ishte 12 vite më e madhe se unë, pra ishte 38 vjeçe. Që kur isha i vogël, nëna më mësoi ta thërrisja teze për respekt, pasi që ajo ishte gjithmonë aty për ne, e na ndihmonte dhe vinte shumë shpesh tek ne, pinte kafen çdo pasdite në oborrin ton. Me kalimin e kohës, fjala teze u bë një emër i dytë për të, edhe pse mes nesh nuk ishte asnjë lidhje gjaku mes veti. E kur unë isha në gjimnaz, ajo u martua dhe u largua nga fshati. E burri i saj ishte emigrant në Greqi dhe kishte ngritur një jetë e mirë atje. Ata blen një shtëpi të madhe në qytet. Ai rrinte shumicën e kohës në emigrim për të punuar, ndërsa ajo jetonte në atë shtëpi të madhe në qytet. Kontaktet u rralluan, por nëna ime vazhdonte të fliste me të në telefon her pas here. Vitet kaluan dhe erdhi koha që unë të gjeja një punë për të mbajtur veten dhe për të ndihmuar familjen. Në fshat nuk kisha asnjë mundësi, kështu që fillova të kërkoja në qytet. E pas shumë përpjekjesh, gjeta një punë si pastrues në një kompani që mirëmbante pallate dhe zyra. Ishte një punë e vështirë. Fillonim herët në mëngjes, duke larë shkalla, duke pastruar xhama dhe duke mbledhur mbetyrina. Rroga ishte shumë e vogël. Pjesa më e keqe nuk ishte puna, por rruga. Unë nuk kisha mundësi të merrja një shtëpi me qira në qytet, ndaj me duhet të udhtoja çdo ditë nga fshati. Zgjohesha në orën 5 të mëngjesit, ecja gjysmë ore në këmbë deri tek rruga kryesore për të kapur furgonin, dhe pastaj udhtoja edhe një orë tjetër, e kur mbaroja turnin pasdite, bëja të njëjtën rrugë mbrapsht. Biletat e furgonit çdo ditë gjatë tërë muajit më merrnin gati gjysmën e rrogës. Lodhja po më rëndonte shumë, e kisha ditë që kthehesha në shtëpi, haja pak bukë dhe flija direkt nga dërmimi. Nëna ime duke parë se si po torturohesha çdo ditë rrugëve, i foli asaj komshije sonte vjetër, asaj që unë i thosha teze. I tregoj për punën time dhe për vështirësitë e rrugës, e nuk kaluan as 2 ditë dhe ajo më mori në telefon. Më tha të shkoja, ta takoja tek shtëpia e saj pas pune. Kur shkova pash një vilë të madhe, të rrethuar me avllitë e larta dhe me një obor plot me pemë. Ajo më priti tek dera. Paraja e kishte bërë dhe me të bukur se çka qenë, edhe pse 38 vjeçe, duke i shumë e re, ishte e kuruar dhe vishej plot me stil. Me ftoi brenda, me bëri një lëng frutash dhe me dëgjoj tek i tregoja për punën dhe rrugët, e pa u menduar gjatë, me bëri një ofertë që nuk mund ta refuzoja. Kam shtëpi mjaft e madhe, me tha ajo. Burri vjen një herë në 3 muaj. Unë kam një dhomë të madhe në bodrum, është shtruar, ka krevat, ka drita dhe banjën e saj. Hajde jeto aty, e mos paguaj asnjë qira. Duhet thjesht të mbash dhomën tënde të pastër dhe je i lirë të shkosh në punë, pa u torturuar rrugëve të fshatit, më tha ajo. E unë nuk dija si ta falenderoja. Për mua ishte një shpëtim. E të nesërmen mora një çantë me rroba dhe u zhvendosa në atë dhomë në qytet. Kisha hyrjen time të veçantë nga ana e pasme e oborrit dhe nuk e shqetësoja fare tezen në katët e sipërme.
Pas diteve kthehesha në dhomën time, pas punës pushoja dhe isha i qetë, por edukata fshatit nuk me lejonte të rija pa bërë asgjë. Ndihesha në faj që po jetoja aty falas, kështu që fillova të gjeja punë nëpër shtëpi për ta shlyer atë nder që më bëri tezja. E ndërsa në fundjavë, kur kisha pushim nga puna ime, merrja gërsheret dhe krasitja pemet në obor, laja pllakat e avllis, rregulloja ndonjë top që rrithte, lyeja muret dhe ndihmoja për të mbajtur qeset e rënda të pazarit. Ajo vlerësonte shumë këtë gjë, me gatuan të shpesh dhe ma sillte ushimin poshtë tek shkallët e bodrumit. E ndërsa me kalimin e javeve, marrëdhënia jon filloi të bëhej më afërt, por gjithmonë brenda atyre kornizave ku unë ndihesha si djali i vogël i komshijes dhe ajo ishte tezja e rritur. Unë kisha shumë turp nga ajo, kisha turp të ulesha në salonin e saj, edhe të flisja me te. Por ajo ishte ndryshe, ishte e lirshme e qeshur dhe kërkonte me shumë afërsi, dërsa një pasdite, pasi i kisha ndërruar një brav të prishur tek dera pasme e kuzhinës, ajo erdhi për të parë punën. Të lumshin duart, me tha ajo, ti qenë ke mjeshtër për gjithë shka. Ska gjë, i thash, punë 5 minuta ishte. Nuk jam lodhur fort, dërsa ajo më tha, e po nuk të le të ikesh, pa me dhënë një puthje falenderimi. U shtanga, nuk dija si të reagoja. Çfarë po thua kështu? E pyeta i habitur. Eja, tha, eja këtu e puthe tezën tënde tek faqa, dhe ajo më tha shumë e vendosur. Unë duke qenë se kisha atë mentalitetin që ajo ishte thjesht tezja dhe një puthje në faqe ishte diçka pa fajshme, nuk desha të ofendoja, o ofrova, e ula pa kokën dhe e putha lehtë në faqe. Kjo gjë u kthye në një ritual, sa herë që e ndihmoja për diçka, qoftë edhe thjesht për t'i lëvizur një vazo të rënd në balkon, ajo më kërkonte atë puthje në faqe. Ajo ishte një grua e pjekur, dinte çfarë fliste dhe dinte si të sillej. Kur ajo e shihte, turpin tim filloi ta shijonte edhe me shumë situatën, e nisi edhe të më ngasmonte. Kur unë isha duke punuar në obor dhe kisha hequr bluzën nga vapa, ajo dilte në balkon dhe më thoshte fjalë që vinin në siklet sedrën time. Ju djem të fshatit jeni shumë të fortë, nuk jeni si këta të qytetit, më thoshte ajo. Ti e burr i madh, pse bëhesh i koq në fytyrë, sa herë që unë të komplimentoj, më thoshte ajo. Dërsa unë thjesht ulja kokën, e vazhdoja punën, krejtësisht i skuqur, e pranoj edhe vetë që kisha shumë emocione. Por situata vërtet ishte krejt tjetër. Unë kisha filluar që me të vërtet ta shijoja edhe atë situatë që ajo me vinte në siklet. Nuk e shikoja më si komshien e nënës ime. E shikoja tashmë si një grua shumë tërheqëse. Në fund të fundit, unë njeri isha. Ajo nuk ishte familja ime. Ne ishim thjesht dy njerëz të rritur që jetonin në të njëjtën godinë, dhe thjesht ishte komshia nënës ime. Gjërat morën një drejtim përfundimtar në një të diel në darkë. Unë e kisha kaluar gjithë ditën duke pastruar bodrumin dhe duke rregulluar disa arkat e vjetra që ajo i mbante aty. Ishte vonë dhe isha ulur në dhomën time, duke parë televizor në televizorin e vogël që kisha. Dëgjova hapa tek shkallët. Dera ime ishte pak e hapur e ajo u shfaq aty. Ishte e veshur me një fustan të thjeshtë shtëpie. A mbarove punë? Me pyeti ajo nga dera. Po, i thash, i sistemova të gjitha gjërat. Ajo hyri brenda në dhomë dhe me tha shumë mirë pas ke bërë. Po e shihja që kishe bërë dritë ande i jashtë. Unë ngrita në këmbë, e kisha zakon që të ngrihesha kur ajo futej në dhomë, nga i respekti i vjetër. Tezja tani qëndroi përballë meje. Po pres, me tha ajo hapur. E unë e dija se çfarë po kërkonte. E donte atë puthje në faqe si çdo herë tjetër. Shkova ta puthja drejt faqes së saj, ashtu siç bëja gjithmonë. Por në atë moment, ajo bëri një lëvizje dhe u drejtua përpara meje. E ktheu fytyrën e saj nga unë.
Unë ndala me një herë, dërsa rria pa lëvizur. Tani po e të pranë, i thash me zete ullet. Dua të me puthesh në buzë, me tha ajo. Dhe e shihja që nuk ishte shaka ajo që po thoshte, e ishte plotësisht serioze. Dërsa unë e vendzit ta puthja, u zbrap sa pak mbrapa. Nuk mundem, i thash, kam turp nga ti, dërsa ajo nuk lëvizte nga vendi. Je 26 vjeç, me tha ajo e vendosur. Je burr, nuk ke pse të kesh turp, provoj, e tha. Unë e pash atë dhe gjithçka u bë qartë në mendjen time. Fakti ishte shumë i thjeshtë. Ajo me të vërtetë që nuk ishte tezja ime dhe nuk kisha pse të kisha turp. Përballë meje kisha një grua që ishte aty dhe që me ftonte ta puthja. Mendova dhe sa mendova, por kur e pash që nuk isha me çfarë të mendoja, dola përpara saj e ju ofrova butësisht, e kapa nga krahet e putha direkt në buzë. Ajo filloi të ma kthente puthjen me të njëjtën dëshirë siç e kisha edhe unë, dhe vazhduam aty duke u puthur për ca kohë. Kaluan minutat e tëra dhe ajo nuk po hiqen nga unë. Vazhdonte të me puthte një pas një me puthje mjaft e shpejta. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjini videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.